që janë këto pyetjet e zakonta që ne bëjmë ditët e para të janarit. E para si kaluan festat, ku i kaluan, fillojmë tregojmë eksperiencat dhe pastaj se vjen një lodhje kështu automatikisht në fillim, në fytyrë me ato pyetjet kur ju ktheve punës, po ja se këto ditët e para se si janë, po kemi ngrënë pak shumë sa të vinë në Terezi. Këto janë shqetësimet që pjesa më e madhe e jona kanë. Ndaj, pse ndihemi të lodhur pas festave dhe si të rikuperohemi, për këtë do të flas Alkend Çuko, nutricionist pranë Institutit Kulinar në Ranzi. Me zorë të kemi pritur. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta dhe shpresoj të jetë një vit sa më i mbar me këshillat e reja dhe me entuziazëm sa më të ri. Pikërisht, ne madje edhe po diskutonim pak, asnjëri nuk flet se si Terezinë vetë. Këtu ishte një Alkendi atë po thoshte ndihet kjo mungesa e Se cilin Terezinë vetë, domethënë ajo plagështia, lodhja dhe rimarrja përsëri këtyre energjive, sepse realisht, domethënë gjatë festave ne kemi përmendur, nuk janë vetëm një ditë ose dy ditë, por janë një muaj i tërë që ne vazhdimisht konsumojmë. Po, një energji jo vetëm fizike, po është mendore, emocionale, pra ne kemi harxuar kohë dhe energji. Okej, biologjike e quhet shkencërisht. Si e rifitojmë ne? Atëherë, normalisht ne ka disa arsye, shpjegojmë një arsye pse ndodh, sepse ne kemi konsumuar shumë alkool, kemi prishur Terezinë e gjumit ton, kemi ngrënë shumë karbohidrate, kemi ngrënë shumë yndyrna dhe detyrimisht mëlçia është lodhur, ky cikli cirkadian është rregulluar paksa dhe detyrimisht është rritur inflamacioni. Por kjo nuk është një lodhje, le të themi, emocionale, se ne ndonjëherë themi më ka kap vit i ri me lodhje, po nuk e marr dot veten, por është pikërisht ajo lodhje biologjike që përmenda pak më përpara, sepse ne prodhojmë energji, por çfarë na ndalon këtë prodhimin e energjisë, detyrimisht prodhohet në qeliza, është pikërisht inflamacioni që ne kemi krijuar nga konsumimi i alkoolit, nga mirëngarkesa e mëlçisë, nga ngarkimi i zorrës tonë, sepse detyrimisht zorra është një nga ato organet më të rëndësishme që ne të ndihemi mirë, që kemi thënë gjithmonë, dhe aty është ndodhet 90% e imunitetit tonë. Dhe detyrimisht kemi nevojë që të rigjim atë balancën që qelizat tona të riprodhojnë energji në mënyrën e duhur, sepse ne kur marrim frym jemi duke prodhuar energji. Në të kundërt, nuk do ishim duke folur, as nuk do ishim duke bërë asnjë vetë. Edhe harxojmë apo? Edhe harxojmë. Na e thuaj edhe këtë. Dhe harxojmë energji. Prandaj duhet ta rikuperojmë atë, por të gjejmë mënyra të zgjuara se si mundet ta përmirësojmë këtë krijim energjie. Dhe detyrimisht ne kemi le të themi rrugë metabolike të ndryshme, si cikli Krebsit, glikoliza etj, oksidimi i yndyrnave, të cilat prodhojnë energji. Pra djegin karburant dhe prodhojnë energji. Dhe prandaj un kam marr disa produkte të cilat detyrimisht gjenden në të gjitha pikat e dyqaneve të Neranzit, dhe Neranzi njihet tashmë për gamën e madhe e gjerë të produkteve, dhe nuk përjashton asnjë kategori. Pra, qoftë ata që janë intolerantë ndaj glutenit, apo ata ndaj laktozës, apo ata që kanë preferenca të caktuara dietike, ketogjenike apo proteinike, pra është gjithë përfshirës për çdo grup njerëzish. Por unë kam përzgjedhur disa produkte paksa të veçanta, të cilat mund të na ndihmojnë në këtë periudhë për të rimarrë atë dhe ristartuar vitin tonë në mënyrë sa më energjik. Dhe do ta filloj me Nutritionalist. Kjo është një maja, por nuk është maja konvencionale që ne zakonisht e përdorim, dhe e kemi zakonisht në raftet tona për të bërë bukën. Po, na ashtu e njohim, e vërtet. Por është maja ushqimore. Pra, kjo mund të konsumohet me njëherë, kështu siç është në formën e saj, por nuk të frynë. Kështu që mos të merakosemi, sepse është përpunuar në një mënyrë të tillë. Zakonisht merret majaja nga industria e birrës ose nga industritë të cilat janë të përshtatura vetëm për prodhimin e majas. Pra, në momentin kur këto dhe mamat tona, kur bëjmë bukën që në fillimisht e lënë maja në ujë të vakët dhe ajo fryhet paksa me sheqer, pra që vërtetojmë që majaja është aktive, njëkohësisht imagjinojmë tani tanke të mëdha 10.000 litrash, të cilët rrisin këtë majan, dhe në momentin e rritjes së kësaj, kjo përpunohet, presohet në të nxehtë dhe krijohet kjo formë. Në fakt unë do ta hap, sepse këtë më pas do ta përdori Kati në një recetë tjetër. Okej, dhe çfarë do bëj Kati me këtë? Atëherë, me majan ushqimore mund të realizojmë bukë të ndryshme, mund të përdorim në smoothie, por mund të përdorim edhe si kondiment, sepse ka një veçanti. Nuk ka gjë. Kjo është një shiri sigurie që ne kemi vendosur në mënyrë që mos të ketë kontakt me ajrin e jashtëm. Pra është një garanci. Po, ka një lloj. Siç edhe shishja e errët, janë këto detaje që ti na i ke treguar dhe herë të tjera, pra vetë ambalazhi. Ka një ngjyrë të verdhë. Interesante. Dhe nëse nuhatet, ka një aromë si djath. Vërtet? Po. Unë jam shumë kurioze ta shoh. Pritani mos ta hedh edhe unë.
Po vin ka mirë, do me thënë... Ka dhe një shi umami. Zakonisht ka përdoret për ata individet cilët janë vegan. Pra, vegetarianët, kanë një stil jetese, por veganët e kanë akoma dhe më të vështirë për marrjen e proteinave celesore. Dhe Nutritional Yeast ka të gjitha aminoacidet e nevojshme, të cilët veganëve u nevojiten për të pasur një regjim ushqimor të shëndetshëm. Por çfarë është më e rëndësishme tek Nutritional Yeast, përveç faktit që është një zëvendësues i mirë i djathtit dhe ka të shihen që veganët nuk mundet ta konsumojnë, por ka dhe vitaminet e grupit B. Pra B1, B2, B3, B6, B12 dhe janë pikërisht këto vitaminat të cilat neve na ndezin motorët ta. Ja kuptoj, ajo që na mungon tani. Imagjinojmë një tren me avull, që besoj të gjithë e dinë që do punojmë me qymyr, por ai personi që merr qymyrin dhe e hedh tek furra për të djegur janë pikërisht vitaminat e grupit B, të cilat kryejnë këtë funksion dhe na ndihmojnë që ne të prodhojmë energji. Dhe pa vitaminat e grupit B këto nuk do realizoheshin. Ato ndihmojnë në glikolizë, të cilat tresin karbohidratet, shfrytëzojnë karbohidratet, ndihmojnë në oksidimin e yndyrnave, të cilat gjatë festave e dim që kemi tepruar me yndyrnat, por nga ana tjetër nxisin dhe metabolizmin, por përmirësojnë dhe funksionin kognitiv trurin ton. Klorela është produkti tjetër i cili është i pasur me klorofil dhe përse është i rëndësishëm përdorimi i klorelës, një shembull i thjeshtë, nëse ne dalim nga liçeni për vrap, apo të bëjmë ecje, detyrimisht vrapi do na lodhi më tepër dhe themi, ok, tani kam djegur më shumë kalori, tani jam lodhur dhe kam bërë më mirë për veten time. Por në fakt harrojmë që ecja nga ana tjetër na bën të thithim më tepër oksigjen. Dhe duke thithur më tepër oksigjen, ne djegim më tepër yndyrna, kalori, por nga ana tjetër gjithashtu furnizojmë këto ciklet tona metabolike për të prodhuar energji në mënyrën e duhur. Dhe klorela është nga vetë emri klorela, është e pasur me klorofil dhe klorofili është një element i cili ngjason me hemoglobinë dhe hemoglobina në gjakun tonë është transportuesi i oksigjenit. Dhe në një farë mënyre e gënjen në thonjza këtë proces metabolik për të furnizuar trupin me më tepër oksigjen dhe në këtë mënyrë ne mbushemi me oksigjen dhe ky oksigjeni shërben si katalizator për prodhimin e energjisë në mitokondri, por dhe në ciklin e Krebsit ku aty glukoza konvertohet në forma të tjera deri në ATP që është adenozin trifosfati, molekula kryesore që ne edhe jemi duke bërë këto lëvizje tani. Pra pa atë ne nuk do. Alkendi ka për çdo lëvizje, për çdo shikim, frymëmarrje, ka një zinxhir të gjatë procese që ndodhin në trupin ton që na janë. Është gjë rastësore në trupin ton. Nuk e di, është mirë, është keq, kesh ka shumë informacione sa ty, po që se i bie të kesh kështu me dyshim çdo gjë që konsumon, çdo gjë që ndodh ndonjëherë, por e rëndësishme është që ne mos të kufizojmë veten tonë dhe thjesht ta shijojmë. Mos të kthejmë në stres. E vërtet. Mirë, ecim dhe përmendim të tjera produkte të rëndësishme që do të na duhen. Filizi, këtë periudhë, po. Filizat e fasolës. Atëherë, ne kemi konsumuar traditën tonë, detyrimisht fasolja është një nga produktet më të përdorura dhe pilavët e fasolës që ne konsumojmë gjithmonë, që në fakt është një kombinim i zgjuar, sepse kombinon dy burime proteinike bimore që të bëjnë një proteinë të plotë. Por nga ana tjetër, filizat e fasolës janë shumë të njohura në botën e wellnessit dhe janë pikërisht ato të cilat dhe nga vetë forma tyre biologjike kanë elemente më të biodisponueshme, që do të thotë, trupi jon mundet që t'i përtithi ato edhe më mirë. Por ka një veçanti, sepse fasolja si një produkt në vetvete ka një sasi karbohidrate të saktuara dhe ndonjëherë ne kur i konsumojmë ato na fryhet stomaku, pra kemi diskomfort dhe ndonjëherë e refuzojmë konsumimin e fasoleve pas festave, se themi do na bëj të ndihemi akoma më të ngopur, do na fryj, do lodhemi edhe më tepër. Por prandaj kompania Nerandi sjell gjithmonë alternativa dhe filizat e fasoleve në këtë trajt, në këtë formë, e kanë konvertuar këtë karbohidratin paksa kompleks në një karbohidrat paksa më të thjesht për t'i dhënë jetë filizave të rinj, ku njëkohësisht kemi edhe klorofil, meqense filizi ka nevojë për makroelement, por ka nevojë edhe për dritë, por nga ana tjetër kemi edhe vlera të ushqyesve të cilat ndikojnë mjaft mirë me ndihmën e magnezit, që vetëm magnezi futet në 300 reakcione të ndryshme metabolike për të na rikthyer atë energjinë tonë, plus që është një alternativë e shkëlqyer dhe për sallatra, por edhe për ta konsumuar ashtu siç është. Pra një alternativë ndryshe nga fasolja, por edhe me një shije akoma edhe më të veçantë. Nga ana tjetër edhe nuk na rëndon sepse
këto karbohidratet të cilat e na fryjnë janë konvertuar tashmë për t'i dhënë jetë filizave të rinj. E kuptoj. Mirë, vijoj më tej këtë të përmendin kimçin. E kemi thënë shpesh për kimçin dhe është ai kryesori për mikrobiotën tonë intestinale. Nëse ne nuk kemi një mikrobiotë intestinale, pra imagjinojmë mikrobiotën tonë si një tunel, por ky tuneli është si një formë firizamonike dhe në këto çarjet e vogla të firizamonikës janë dhomza të vogla, si ai gardi ndarës me komshiun, që ka disa hapësira mes gardit dhe pikërisht këto hapësira janë vendet ku ne shkëmbejmë lëndët tona. Pra, mineralet, vitaminat, ujnë që na nevojitet, proteinat, yndyrnat, karbohidratet. Pra, vetëm ndërmjet këtyre ndarjeve ne realizojmë shkëmbimin e lëndëve tona ushqyese. Dhe detyrimisht nëse këto duhen të bllokuara që me patjetër pas festave nuk kemi kujdesur shumë dhe krijohet një mburoj, një veshje drejt këtyre mureve, drejt këtyre pareteve, atëherë këto lëndë kanë pak sa më të vështirë. Dhe kimçi nga ana tjetër është pikërisht ai produkt që ndihmon në shumimin e bakterjeve të mira, të cilat ato më pas mundet që të kryejnë atë rolin e punëtorit dhe të pastrojnë të gjitha paretet e mureve tona, por nga ana tjetër të përmirësojnë dhe peristaltikën e zorrës tonë. Dhe nga ana tjetër ka edhe erëza të ndryshme të cilat aktivizojnë metabolizmin, pra termogjenezën tonë. Meqense është një produkt i fermentuar, fermentohet dhe me ndihmën e hudhrës, xhinxherit apo piperit, duke na stimuluar termogjenezën që është ai proces metabolik që ne na bën të ndjehemi më energjik. Ndërkohë që jemi në 2 minutën e fundit dhe me hidratimin do t'i përfshim se më shoh janë të gjitha lëngje. Hidratimi është ai më i rëndësishëm në fakt në këtë periudhë, kemi nevojë për elektrolit. Lëngu kokosit është një nga ato produktet e shkëlqyera. Ne e sjellim në lëng kokosi normale dhe në lëng kokosi me pulpën e tij. Pra, është thjesht çështje karakteristikash organoleptike, pra sensoriale. Kush preferon njërin dhe kush preferon tjetër, por të dyja janë shumë të mira për të hidratuar, për na rikthyer atë balancën. Lëngu në tetrapak që është çaj jeshil, me 0 kalori në fakt, dhe është një alternativë e shkëlqyer për të hidratuar, por nxisim dhe termogjenezën tonë na ndihmon dhe në ndjekjen e kalorive. Pra, këto ushqime të cilat neve dhe na ndodhen, të shfrytëzohen akoma edhe më tepër që të konvertohen në energji më pas. Uthulla e mollës nga ana tjetër që dihet për antioksidantet e saj dhe për stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak, por dhe si një nxitës mjaft i mirë i metabolizmit duke aktivizuar enzimat. Stomaku jon është një tullumbace e madhe me enzima, me lëngje digestive, me lëng biliar etj. Dhe uthulla e mollës është pikërisht ai katalizatori i cili vën në punë të gjitha këto. Pra, si i drejtori që vën në punë të gjithë punonjësit e fabrikës për të kryer. Mendosh që është uthullmolle. Vetëm është organike. Lëngu limonin nga ana tjetër po ashtu që është një aktivizues shumë i mirë dhe edhe pse acid, ai është një alkalizues shumë i mirë, sepse ndihmon në rikthimin e balancës së pH-it në trupin tonë, dhe dy çajra mjaft të rëndësishëm që është një çaj antioksidant me përbërje që jeshil, hibiskus, trëndafili egër, goxhiberi, thana, boronic dhe ananasi dehidratuar. Pra një bomb, le të themi një koktejl me vlera ushqyese, të cilat ristabilizojnë, pra për mos i përmendur të gjitha procese metabolike, është një koktejl i tërë i vlerave ushqyese që ndihmojnë në stabilizimin. Dhe çaj i mollës së egër, që shërben për pektinat e tij. Nëse kemi vënë re ose gjyshet tona në fakt, në fillim përdornin lëkurën e mollës për të trashur ato produkte që bënin, ndërsa ato e bënin për një proces tjetër, por në fakt ajo pektina që ndodhet në lëkurën e mollës, që është ky agent i trashës, është një mrekulli bërës për zorën tonë, për sistemin tonë intestinal, për të na rikthyer atë balancën e mikrobiotës dhe këto bakteret e mira të shumohen dhe bakteret e këqija mos të jenë në sasi shumë të lartë, duke na lejuar që ne të konvertojmë çfarë konsumojmë në energji dhe mos të ndijmë atë plagështim. Ja, kaq ishte, kaq e thjesht ishte. Mjafton të kemi informacionet e duhura. Faleminderit që ndave me ne. Faleminderit gjithashtu për ftesën dhe kënaqësi si gjithmonë. Mirëdash në Vila 24. Shkojmë në hapësirën e radhës publicitare.